Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ilaçi i lashtë që duhet të pimë çdo ditë është sekreti i burrit që jetoi më shumë se 110 vite. Për një kohë të gjatë besohej se gratë norvegjeze ja detyronin ngjyrën e tyre të bukur kësaj pije. Edhe mjeku i nderuar Pavo Ariola e këshilloi për një jetë të gjatë dhe më cilësore. Ndërsa Thomas Parr, një fshatar i përullur anglez që supozohet se jetoi 152 vjeç, është prova se hira mund të bëjë mrekulli në shëndetin tuaj. Ai ishte i njohur për të pirë hirë çdo ditë dhe ishte krenar për të. Por cilat janë përbërja dhe vetit shëruese të hirës? Ky ushqim është i përshtatshëm që nga lindja deri në pleqëri. Edhe për shkak të ngjashmërisë me qumshtin e nënës mund të përdoret si suplement i qumshtit në dietat e të vegjëlve. Hira në formën e saj origjinale është një lëng që përmban më pak se 1% protein dhe mbi 93% ujë. Përbërësit kryesorë të hirës janë kaliumi, natriumi, magnezi, fosfori, hekuri, zinku, bakri, kobalti, mangani, gjithashtu vitamina dhe enzima të vlefshme dhe aminoacide. Vetëm 26 kalori përbëhen në 100 gram hirë. Kjo është një arsye pse ajo është veçanërisht e përshtatshme edhe për humbjen e peshës. Pija është e shëndetshme për një mëlçi të sëmurë. Një mëlçi e pastër është çelësi i shëndetit të mirë dhe hira është një pastrues i fuqishëm i mëlçisë. Nëse vuani nga ndonjë sëmundje e mëlçisë, pini hirë rregullisht. Hira përmban beta-laktobulin, e cila furnizon trupin me aminoacide të quajtura BCA, të cilat ndihmojnë në ndjeshjen me sëmundjet të avancuara të mëlçisë. Sipas ekspertëve, plotësimi i BCA-s ndihmon njerëzit me cirozë të jetojnë më gjatë dhe më mirë. Alfa-laktoalbumina, e cila përmban hira, është e pasur me aminoacide esenciale triptofan, të njohur për rregullimin e gjumit dhe përmirësimin e humorit. Është i pasur me imunoglobulina dhe lizozome që forcojnë imunitetin, gjë që është shumë e dobishme në hepatitin kronik. Në të njëjtën kohë, ai gjithashtu përmban laktoferin antiinflamator, një përbërës me rëndësi të paçmuar për ata mëlçia e të cilëve është e ndjeshme ndaj inflamacionit. Hira është plot me cistein, në të cilën trupi ka nevojë për të prodhuar glutation, një antioksidant që mbron trupin nga inflamacioni dhe toksinat. Nivelet e cisteinës janë shumë të ulta te personat me hepatitë C, gjë që përkeçon dëmtimet e mëlçisë. Gjithsesi, glutation është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në problemet me gjendrën tiroide, inflamacionin kronik, problemet e sklerozës së shumëfishtë dhe sëmundjen e Parkinsonit. Përqendrueshmëri dhe humbje peshe. Nëse luani intensivisht sporte, po përpiqeni të humbisni peshë, jeni nën stres ose vuani nga sëmundje të rënda, hira mund të jetë pjesë e menus suaj të përditshme. Hira është e pasur me elektrolite, hidraton në mënyrë të shkëlqyer trupin, jep më shumë energji ndaj është shumë e përshtatshme për pijet dhe dështimet energjike. Hira është një lëndë e përkryer kryesisht në prodhimin e proteinës, të cilat siç e dimë janë pjesë e pashmangshme e dietave të çdo sportisti. Ndaj konsumi i hirës mund të rikuperojë rritjen më të shpejtë të muskujve pas tërvitjes. Redukton oreksin dhe nxit humbjen e peshës. Ai gjithashtu kontribon në shëndetin e arterieve venoze dhe ul glukozën në gjak dhe presionin e gjakut, tregojnë ullëntimet. Fatkeqësitë e jetës moderne si obeziteti, presioni i lartë i gjakut, lodhja dhe stresi mund të lehtësohen nga konsumi i rregullt i hirës. Acidi laktik që posedon hira redukton numrin e tepërt të kërpullave dhe bakterieve në zor dhe pashi ulët inkurajon punën e tyre. Konsumi i rregullt rekomandohet për kapsllëk, fryrje, spazma, divertikulit dhe inflamacione kronike të zorëve. Ky produkt i vjetër popullor mund të ndihmojë ndjeshëm për lodhjet kronike, për stresin, obezitetin, mbi ngarkesën, presionin e lartë të gjakut, në uljen e imunitetit, problemet e stomakut, problemet e mëlçisë, pastrimin e trupit nga toksina. Gjëja më e mirë për hirën është se mund të përgatitet vetëm nga qumshti i përpunuar vendas ose të blen në dyqane ose dhe ta merrni nga prodhues vendas. Hira e dhis është më e mira, por edhe e lopës është më e mira. Gjë më e rëndësishme është që ato të jenë gjithashtu të pasura dhe jo të pasuruara me pesticide, të cilat ndikojnë negativisht në shëndetin e trupit tuaj. Keni dëgjuar ndonjëherë për hirrën?
ndoshta emri nuk e ka aq të bukur sa çka vlerat kuritative që mbart për njerëzit që krahasojnë atë gjithmonë me qumshtin e xhirit. Hira është një lëng i cili përfitohet pasi është bërë djathi. Për të bërë 1 kilogram djath na duhen 10 litra qumësht, kunën prej të cilave janë hira. Për të nxjerrë më të mirë nga kjo pije, ekspertët këshillojnë të pini maksimalisht gjysmë deri në 1 litër hirë në ditë, dhe nëse doni maksimumin e efekteve, atëherë përdorni hirën e qumshtit të dhisë. Pioneri i kërkimeve, Elie Matinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futje në dietën tuaj të përditshme hirën. I quajtur ndryshe babai i imunitetit midis natyrales, Matinkov ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e banorëve të Kaukazit nga problemet e rënda i atribuohet pikërisht hirës nga kjo popullat. Hira përmban 16 lloje të proteinave dhe mineraleve, të cilat janë në tet, vitaminat kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm. Ajo është e mirë gjithashtu në pastrimin e veshkave. Hira bën një punë të shkëlqyer duke pastruar veshkat, madje edhe në disa raste, duke shkrirë gurët në tor. Nuk është rastësi përse ekspertët rekomandojnë masivisht konsumin e hirës të personat që janë të sëmurë nga veshkat. Ajo largon gjithashtu edhe helmet të trupit tuaj dhe mund të cilësohet si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese në dietën tuaj të përgjithshme, duke marrë edhe përfitimet në dobi të organizmit. Mëlçia është organi kryesor i vetmi i trupit të njeriut që ka fuqinë e rigjenerimit. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme për trupin. Për ta mbajtur të shëndetshëm, studimet e ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteinat e hirës, kanë veti të mira antivirale, mikrobale, forcojnë sistemin imunitar dhe gjithashtu ndihmojnë kundër sëmundjeve kardiovaskulare dhe rrisin performancën e aktivitetit fizik. Kjo pije e varfër në pamje por jo në përmbajtje ka beta-laktobulin, e cila furnizon organizmin me aminothartira BCA, të cilat ndihmojnë në sëmundje të avancuara të mëlçisë, të sëmurëve nga probleme të ndryshme. Hira nuk ka asnjë arsye pse mund të jetë edhe mungesë e dietës suaj. Ajo tonifikon muskujt dhe ka efekte shumë të dobishme për trupin. Hira rekomandohet gjithashtu për rënien nga pesha, duke qenë se proteina e saj ndihmon për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te nivelet e hormoneve që ulin kështu edhe oreksin. Ndërsa natyra që ul edhe problemet e sportit, në vend të kokrave energjike që merrni, mund të përdorni hirën në pijet tuaj edhe kështu do të rrisni energjinë e muskujve dhe do t'i mbani ato më të shëndetshme. Hira është një produkt shumë i mirë në forcimin e kockave dhe pengon osteoporozën. Sigurisht që hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është një zëvendësues shumë i mirë i tij, por sa u përket vlerave ushqimore. Nga studimet rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, gjithashtu edhe elemente enzimave dhe shumë elementë të tjerë të rëndësishëm, pikërisht që ka kjo përmbajtje që bëjnë atë të krahasueshme me qumshtin e xhirit. Pirja magjike ndihmon edhe në periudhat e prekjes së femrave nga osteoporoza, pasi furnizon kockat me ushqim. Ajo rregullon edhe yndyrnat e tepërta në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak. Pas vetëm disa javëve të konsumit të rregullt, do të shikoni efekte të mrekullueshme. Lehtëson stresin. Hira nxit prodhimin e serotoninës, hormonit të lumturisë, dhe kështu zvogëlon ndjenjën e stresit. Zjeni 1 litër qumësht, kur t'jete në vlim e sipër, hidhni 1 pikë me limon për të prerë. E lini të ftohet dhe ndani veç mas lëngun e të dukshëm që ngjitet sipër, pra hirën. Hidheni në një shishe qelçi dhe konsumoni fillimisht nga 1 gotë në ditë. Pjesën e mbetur e mbani në frigorifer dhe konsumoni sipas nevojës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.